Kuvendi i Kosovës ende s'ka filluar me punë. Mirë po kjo nuk ishte pengesë që të ecë përpara reforma më e përmendur, ajo në sistemin prokurorial. Muajin e kaluar ligji për Këshillin Prokurorial është publikuar në gazetën zyrtare duke i hapur rrugë hyrjes në fuqi. Si risi në këtë ligj llogaritet ndryshimi i numrit dhe përbërjes së anëtarëve të KPK-s. Efikasiteti i këtij ligji vlerësohet se mund të shihet vetëm nëse i njëjti zbatohet në plotni. Nëse zbatohet ashtu siç është hartuar, do të shohim do të arrihet të ndalohet pandëshkueshmëria, domethënë që ka ekzistuar deri me tani në Këshillin Prokurorial të Kosovës, edhe korporatizmi që ka ekzistuar deri me tani do të arrihet të ndalohet sepse do të kemi një balancë më të madh mes të anëtarëve. Përkundër plotësim ndryshimeve të bëra në ligjin për KPK-n, e paprekur ka mbetur çështja e emërimit të kryeprokurorit të shtetit. Ndryshime dhe për këtë proces kishte kërkuar shoqëria civile, por që si vasyra nuk pati vullnet politik për ta rregulluar këtë çështje. Unë mendoj që ka mbetur peng një lloj mungese dhe një lloj gatishmërie dhe vullneti politik të partive politike, po veçanërisht e partisë fituese të zgjedhjeve në këtë rast e Lëvizjes Vendosje, e cila edhe ka udhëhequr në këtë proces edhe ka qeverisë, për faktin se si duket edhe në bashkëpunim me zyrin e presidentës nuk e kanë pa të levërdishme që ta aprovohet kjo kërkesë e jonja dhe rrjedhimisht ka mbetur si e tillë. Ky ligj ishte kontestuar disa herë nga partitë opozitare në gjykatën kushtetuese.